dhe me orientu, po tjetër se na i kena amanet nga Zoti, duhet jena orientues për fëmijët tonë, por jo imponues. Okay, deri ku shkon liria te fëmijët? Liria, kohët e fundit po na shitet shumë faktikisht kjo liria kënaj, liria anaj. Nuk ka një limit ose një përcaktim, si me ta thanë si ekonomiste ose si psikologe, por lirit plot, kam lexuar një artikull, nuk e di, falenderoj atë që e ka shkruar, se nuk ja di emrin, i kërkoj ndjes. Lirit plot thotë ka vetëm qeliza kancerogjene, që në fundit hanë edhe veten. Kështu që nuk duhet rrehemi shumë me këtë lirin që po na shesin sot. Ne jemi në një botë që funksionojmë me logjik, me matematik, me ekonomi, me psikologji. Pra, ka ca rregulla që na çojnë drejt objektivit. Liri për mu ka qenë edhe me kry shkollën, pra, liri ka qenë, por rruga drejt shkollës nuk ka qenë që lehtë, ka pas rregullat e veta, duhet mu çu për çdo ditë natje, duhet me studiu, mos me shku te një ambient argëtimi dhe kur ti dan sepse ti duhet me arrit, me sakrifiku, por e bane për